Njoftohen të gjithë peshkatarët, antar të organizatës së menaxhimit peshkimit në Pogradec, se në bazë të urdhrit të ministrit numër 304 datë 28 mars 2025, se duke filluar nga data 20 prill 2025, ndalohet gjuetia e krapit dhe specieve të tjera të familjes së krapit, si klen, mren, plashic, gurnet, skobus e tjerë. Ju sqarojmë se nuk duhet hidhet asnjë lloj rrjete në thellësinë Vesht Vir. Gjuetia me rrjeta për Koran do të bëhet vetëm me rrjeta fundore deri në distancën 1500 metër në fashën guackore dhe për belushk deri 600 metër në fashën guackore sipas rregullores peshkimit për liçenin e Ohrit. Dhe nga data 20 korrik 2025 deri me datën 20 gusht 2025 ndalohet gjuetia me rrjeta në fashën 300 metër nga bregu. Çdo person apo mjet që do të kapet në kundërshtim me urdhrin e ministrit dhe me rregulloren e peshkimit do të sekuestrohet dhe do të procedohet sipas ligjit për peshkimin. Gjithashtu, për këtë periudhë ndalohet edhe tregtimi i specieve të mësipërme.